Allah I dashur musliman, ti që ban namaz dëgjo, dhe ti që ke dëshirë me ditë se pse musliman falen, para arsye se di sa është e arsyeshme me I thonë ati që nuk fal namaz vllat I dashur musliman, po si do qovë dëgjo, para arsye se Allah subhanahu wa ta'ala ka thonë Kurani Kerim: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nuk I kam kriju gjinët dhe njerëz për diçka tjetër, vetëm mua që të më adhurojnë. Do me thonë, ai cili e hum namazin I jep fund islamit, mos I ban qef vetës tone. Wallahi billahi tallahi, I posedoj argumente jo me qindra me mia, që ai që e len namazin nuk është musliman. Mos dil ditën e gjikimit me thonë, ka thonë halani dhe falani, për arsye se Allah ka fol këto. Pejgamberi sasem ka folet, ka tregu dhe mos unis me shku në ahiret pa namaz. Me qëto sen niso, me namaz mos u drejto, se Allah në rujt, ndoshta dhe agjerimi jot sa I pranum, edhe haji që e ki bot 30 her haq, nuk është I pranum, dhe sadakaja nuk është e pranum, për deri sa të bansh namaz. Mos thuj se unë e zemrën flaksibora kam, aj nuk është me rëndësi namazi, është me rëndësi zemra, zemrën flaksibora e kam. Unë e kur kujnë e të keqen sa s'ja kujtoj, kërkan nuk e shqetsoj, bile tenton aj mu të argumentu me argumente. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e kanë transmetu Imam Ahmedi, Tirmidhiu dhe Ibn Majah, dëgjoj vllai dashur musliman, kur flet pejgamberi sallallahu për namazin çka thot? Thot rasul amri islam, koka e çdo sendi tash Islami. Ai cili nuk ka Islam, s'ka për të shpëtuar në ahiret, para arsye se Allah ja ka bo haram xhennetit që ta pranon ata që sa musliman. Tha wa umuduhu es-salat, tha shtilla kryesore Islamit është namazi. Sa vllai dashur musliman, ke mundësi ti me jetu pa kohë, qaq ke mundësi ti me qenë musliman pa namaz. Tha wa dhirwatu sinamihi el jihadu fi sabilillah, tha dhe kulmi skaji Islamit, vepra më e lartë në Islam është të lëftosh në për Islamin në rrugën e Allah subhanahu wa ta'ala. Pra vllai dashur musliman, a pe din tash pse vlen ti me jetun këtë dunja? A pe din pse vlen me jetun këtë dunja? Ti vlen dhe pasuria ite, vlen që ta posedojsh, për shkak se dëshmon se s'ka të adhuruar pos Allah subhanahu wa ta'ala, s'ka të adhuruar që meriton adhurimin pos Allah subhanahu wa ta'ala, dhe se Muhammedi është I dërguari Allah, dhe për shkak se ti fal namaz dhe jep zekatin, ai që I ban këto, rana Allah ti ban selam, se ti je I vetmi njeri që meriton me jetun si përfaqen e tokës. Për këtë arsye pejgamberi sasem tha jam urnu prej anës Allah që të luftoj gjithë ata të cilët nuk e dëshmojnë këtë shahadet dhe të cilët nuk e falin namazin. Pasurin që e posedojnë, ani se e posedojnë këtë dunja, ato kanë mu llogarit fort për Allah dhe faktikisht këtë pasuri e kanë me padrejtësi për derisa nuk e falin namazin. Edhe nëse thot se unë s'ja kam mor hakin askuj, unë zullum kur kuj si kam ba, unë s'ja kam vedh këtë pasuri askuj, lejdi vllai dashur musliman, nëse se fal namazin dhe nëse se jep zekatin, këtë pasuri që e posedon e kije haram. Transmeton Imam Bukhariu dhe Muslimi. Thot Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu, thot e pyeta pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe I thash: Ja Rasulallah, cila vepër është më e dashur te Allah? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj dhe tha: Vepra më e dashur te Allah është falja e namazin kohëve. Me fal namazin kohëve është prej veprave të cilat
Allahu subhanahu wa ta'ala ma shumë i don. Apo don me ditë cili është miki Allah. Miki Allahut është ai cili ban namaz. Vazhdon hadithi dhe thot Allah subhanahu wa ta'ala ka thonë Allah nuk ja ka obligu robëve dhe një vepër që është ma e dashur të ai se namazi. Allah subhanahu wa ta'ala nuk ka zbrit farë si përfaqen e tokës dhe nuk ka vepër më të dashur se sa ti të ballin tanë kur të nëjnë sejtë dhe ti thuj o Zot i madh, ti e ajte unë ma i madhi. Si ka mundësi aj që fal namaz, si ka mundësi me i thonë Allah o Zot i madh, ti e ma i madhi kurse Allahut nuk i ban sejtë. Edhe kur ta pyç ata dhe i thu pse be vëlla namazin pele, a din se këto 24 orë prej kujti ke, prej Allahu subhanahu wa ta'ala. As njani prej neve arsjetohet dhe thot be di kej, po shka mi bo shefit, shka mi bo drejtori që s'po leko me fal namaz. E pse be vëlla, po ti fal namaz, pranën pun hin edhe fal namaz, ke drejta mos me vet ata. Ha tha se vet po 5 minuta se një ban punën ati. Qka të ban mara? Tha qëtë pi pune me njëherë. Subhanallah, pse shefi qëtë pi pune ke dërë të madhë, pse shefi qëtë pi pune ke gajlen shumë të madhe. Allah me qitë pi gjennetit nuk i kje dërë. A din lajdashë musliman, shumë njerëz e kanë pranu islamin për shkak namazit. Ti musliman ele namazin. Sa njerëz në transmitohet që ka qenë një jahudini që i fut në Egjipt edhe pranoj islamin para si disa vite. E pytën dhe ata dhe i thanë, qka të bani ti e që me pranu islamin? Tha namazi muslimanve, s'kam pa din, s'kam pa fe që një ka regulore, që një qithë qëndroj, ga ditu dhe qenë, për Allah subhanahu wa ta'ala. Ajo që më bani me pranu islamin, ishte namazi. Lajdashë musliman, qertë pa e pranojnë islamin, për shkat namazit, ti islamin e ke, edhe ati ja ki këti shpinën duke la namazin. Ti e policia kur të nali, dhe thot a i e filoni biri filonit, thot po dëshmo se e filoni biri filonit, edhe letor njoftimin e ndër për gjepit, dhe i kalzon se kjo është argument se unë jam filoni biri filonit. Par Allahut pa letor njoftim s'ka, par Allahut pa namaz nuk ka. Dëshmia që dëshmon se je musliman është namazi. Pa atë pejgamberi sallallahu ka porosit namaz, edhe Afrikë ma shumë për ometin e ve, se po e len namazin, e pas taj ndështë aki, bajnë të mira në këtë dunja, del për Allahut pa namaz. Ndëgjo lajdashë musliman, hadithi që transmetohet prej anës Allah subhanahu ta, që pejgamberi sallallahu ka thonë, awwalu ma yuhasabu al-abdu bi yawm al-qiyama, për punën e parë që kje mu pit në akhire, ka thonë do t'jetë namazi. Nëse namazin e kanë regull, kanë mu ju pranu dhe vepra qera. Nëse namazin se kanë regull, s'kanë për që pranu dhe vepra qera. Pra Allah i dashër musliman, a ka ma ketë se me shtetësu Allah në kolele namazin. Allah ka thonë falë o kise falë, a nuk ka shtetësim kjo për Allah, a nuk ashtë kime sikun me bo hajgare me urdhin e Allah s.a. A ka shqetësim matë madhë për pejgamberin a.s. i cilin momentin e fundit undante prej kësaj dunjae, porosit të umet namaz, e ti nuk e ban, nuk e merë këtë vasijet dhe nuk e qënë në mërë. A nuk ka kjo shqetësim për pejgamberin s.a. A ka shqetësim matë madhë, a ka më shqetësim matë madhë se me ja këthi shpinën urdhë për nga meri sasem, urdhëve të Allah dhe urdhët për nga meri sasem. Pa ata Allah të bënë selam, këthau në namaz, filloja namazin dhe krije këtë obligim, para se të vendënimi Allah, e pas taj nuk ka shpatim dhe nuk ka këthim. Ban namaz para se të ngurë të korrizir. Allah ka thonë Kurani Kerim, atë ditën e gjikimit do të urlon ato që i kanë thonë vetës musliman me i bo Allah të sejshde, tentojnë gjithë Allah të sa të mi bo sejshde,
e shofin se pasuria e cila e ka nal prej namazit e kalon.